ekspertet marrëdhënie ndërkombëtare, e cila ka kryer studime midis Shqipërisë dhe Italisë për shkenca politike dhe ndërkombëtare, por me të mbaruar studimet ka vendosur që marrëdhëniet t'i ketë kombëtare dhe jo me gjithë popullin, por me natyrën, me zonën e rrëjve të saj dhe me ambicje për të krijuar sukses aty ku gjithkush gjë e parë që mendoj është që suksesi është i pamundur. Mariana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Atëherë, po filloj duke të pyetur pse zgjodhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe kur i zgjodhe a dije që do përfundoje në një rrugë krejt tjetër apo kishe një tjetër ambicje dhe pastaj të lindi një tjetër ëndër. Kanë pëlqyer gjithmonë marrëdhëniet me njeriun, me fol, me shkëmbye eksperjenca, edhe më ka pëlqyer gjithmonë edhe me udhëtue. E gjeta marrëdhënie ndërkombëtare edhe shkencat politike si një mundësi të mirë për me njoft edhe më shumë psikike njerëzore, edhe me pas edhe më shumë mundësi për me njoft kulturat edhe ndarmen nëpërmjet profesionit në mëdhan, mundësinë edhe me udhëtue më shumë. Por mi gjitha kisha një ideal mrena meje, edhe një ëndër si studente që me mujt për me ba diçka për Shqipërinë në arenën diplomatike në atë kohë. Kisha ëndër për me ba diplomate dhe ambasadore e Shqipënisë në Kombet e Bashkuara. Unë kreva studimet me ekselencë, edhe masi mu dha mundësia për me zbului fija terrenin e paprekun atë anërën e madhe shqiptare Evropën, masi bona disa udhëtime backpacking, solo traveling, disa shtete, edhe e pash përtej atij iluzionit që na i veshëm si shqiptar, asaj Evropë shumë bukur me lajlet s'rule, si thona na. Edhe pash i ka ato anë shumë bukura, është e jashtëzakonshme, po ka dhe janë tjetër që nuk na kallëzojnë shumë shpesh këtu kur jena në Shqipëni. Ka dhe janë tjetër të errët që unë kur kam qenë studente në Itali, unë për shembull kam punuar pavarësisht se kisha një bursë, duhej me punue pak si nxez në ato muaj që kam nejt, për me fitu do të ardhona ekstra me më dhanë mundësi me pas dhe gjëra tjera që dosha me i pas. Edhe kam punu punë thjeshta, edhe pak kamariere, edhe pak pastruese, edhe pse isha 19-20 vjeçe. Edhe ti e shef që nuk është se ke ndonjë prioritet shumë të madh, ti mund të jesh studente, mund të jesh tu studiu, por që në fundit je një pikë uji në oqean, se aty janë edhe qindra mijëra të tjerë që ti edhe nuk po intereson askujt fort prezenca apo ekzistenca jote ndërmjet të asaj konkurrence që ka Evropa. Edhe e zhvesha në fakt Evropën pak prej atij iluzioni edhe pash ula pak me kamën tokë, tu e prek makjartë. Dhe sa më shumë që udhëtoja, aq më shumë ndjesha homesick, merrte i fije madhe për Shqipërinë. Se kisha menu kurr, se kam ikë me qëllimin me gjeti mundësi mos më kthy më kurr, se më kishte kap edhe mua antipatia për Shqipërinë, që menoj që është bërë shumë smundje sociale për te pamundësive ekonomike që njerëzit i shfaqin si arsyen kryesore të largimit. Unë jetoja në Gjenova, që është një qytet portual, edhe ka një atraksionet të famshëm botnore pjesë saj, si Portofino, si Cinque Terre, edhe e kisha mundësinë më udhëtu me tren edhe për me i pa prej afër. Ishin bukurit jashtëzakonshme, por që kur kthesha kryt mrapa, në thosha Portofinoja nuk ka asisen më shumë se liçeni i Komanit ku jam rrit. Nuk ka asgjë më shumë Cinque Terre se sa Dukagjini. Biles është shumë më i bukur veni për i ka unë vi se sa i to vene ku unë jam sot si turiste. Por ajo që i ka bët bukur edhe tërheqshme për tanë boten, është se njerëzit venasit në radhë parë i kanë dasht, kanë besu një këtë ven edhe i kanë vlerësue. Edhe i kanë qunë pjacën që kanë meritu qanat e tyne. Dhe kur provoja kuzhinën italiane, thosha, wow, si bojnë për spaghetti këta italianë, thusa është në shkencë jashtëzakonshme, po na kena ushqime që kanë një histori
shumë të madhe për mrapa, që një tradit, një metamorfozë historike që zbërthen histori brezash edhe stile shijete, edhe na i kena harru, i na vlerësojmë, biles njehena inferior prej asaj që është e jona që na përket. Kjo mbani me i kësi ma shumë sytë Kavetja edhe Terraja, edhe mbani me pa me një sy krejt tjetër venin prej ka unë vija. Venosa më kësy. Përpara sa të kalojmë të vendosën e u kthy dhe çfarë fillohet të bësh, le të flasim pak për vendin nga ti vjen. Për fëmijën ku linde eksaktësisht. Çfarë pe si fëmijë vogël për rreth. Dhe cila është familja jote? Unë kam linë, nuk e dija mund quhet fshat sa është veç një shtëpia jonë, në fshatin Nën Plep, që merr zona mollës së Shoshit, Dukagjinit, Buzdrinit, sot i thonë liçeni i Komanit, mas 85-s. Kam linë një familje malsorsh, baba jem Mark Molla, ka ken kapiteni i parë i liçenit Komanit, ka pas ba pjesë edhe te pjesa e ndërtimit hidrocentralit. Nana është marrë me blegtëri, bujqësi, me punë shtëpie. Unë aty kam le, e kam hell edhe hapat e parë. Bletar që jam rritë më ka të nana atë shkamin ku e kam marrë sa po kam nis me hell hapat e parë që i kam ikë më shevda, sa jo ka kënë të pre deg lisi për dhit e për kecat, edhe ka një biseda aty mas saj, se na s'kena ko ishi, kush është tu ardhë, më ka pa mu si një foshin një veçare që kisha fillu të zvarrit, po s'kisha tokë rafsh, se aty jena në shkam, jam një shkamit për pjetë. Si duket një atë bised kam kënë të lillë bezën që kam u këthy ditë, i të Terraja. Po pastaj shkollën ku e ke kryu, sepse atje është fundi botës. Është bash fundi botës. Ishim shumë e fatë se që të vazhdoja që njësa, që baba ishte kapiteni i parë liçenit Komajt dhe kena pas gjithmonë një vark të shtëpia. Në 2011-2012 fillunën me ardh ata zbulusit e parë, po i tham Tokston, turistat e huj, edhe në atë kohë s'kan pas punu tragetet për në Valbone, për në Fierce, nuk ka pas absolutisht asnjë lëvizje, ishte vetëm një vark, baba në atë kohë. Edhe i pari baba, edhe i dyti vllai jem, Mario Molla, e kanë nis bashk turizmin në tonat zonë liçenit Komanit, pionert. Ka nis me hapa shumë vegjël minimalistik që kur i thoje ku i na ka rrit turist, kujtoshin se jetu rajt, se ishte pa mujtën me arrit turist, si mujtë me arrit turist në ato shkrejpa, qa lyp turisti atë, veç në